Një njeri për e pit Ebu Derdan, shokin e pejgamberit alayhi salatu sallam. E kam një gruje që nana nuk ma do dhe më thot shloje. Qa me ba? Kësi raste edhe muftit, edhe ulemat nalën. Ku me di qëfar gruja është, ku me di qëfar nana është. Mi për Ebu Derda u tut me adhan përgjigjen. Prere, shloje apo mos e shlo. Po veç që ka zonë një hadith edhe e la. I tha, unë veç që këmë dëgju pejgamberin alayhi salatu sallam duke thanë, el walid awsatu abwabil janna. Nana është dera e mesme e xhennetit. Si dush ruje, si dush mbylle. Djetarë kanë thanë, ka dash mi thanë, ma mirë nanën se gruja. Se gruja nuk është dera e xhennetit, a kjo është dera e xhennetit. Si dush maje, si dush loje. Der e mesme, e usat, der e mesme. Sa njeri ju e kam mbyll këtë der? Si duhet këtë dera mesme? Abdullah ibn Abbasi ka thonë, nuk shpresoj për vrasësin, do ta përmendim në ligjëratën e kaluar më detajisht, po këtu ka thonë nuk shpresoj për vrasësin. Njeri ka vrarë, ka marrë shpirt. Nuk di që mundet me afal Allahi vetë se nëse i nështrohet babas vetë dhe nënës vetë. Zdi dhe diçka tjetër. Kjo shumë e madhe.